duhet me kthy komuna prej AKP-s edhe me bo këtë investim. Kemi me ndërtu bibliotekën në rreth qytetit, qendrën kryesore të mjekësisë familjare me vendos në një vend përshtatshëm, sepse aty ku është e pengon qytetin në zhvillimin e matutjeshëm dhe krijon të lëvit pa nevojshme në qendrën e qytetit. Do të ndërtohet një rrugë prej Urës Trandit deri te Jabllanica e Leshanit në 2 anë të kësajna dhe 2 shëtitore, domethënë rruga automobilistike plus shëtitoria. Do të ndërtojmë 3 shkolla të reja, shkollën në Lodz, në Bërgjan edhe në Lozhan, 5 palestra të reja, që është me rëndësi palestra në Trstenik veç i ka buxhetin për vitin tjetër, palestra në Leshan, palestra në fshatin Kryshec, palestra në Karagaç, dhe duhet me bashkëpunu me Federatën e Basketbollit për me kriju shtëpinë e basketbollit ose objektin e sportit ku basketbollistat për janë do të kenë 24 orë 7 ditë javës qasje në trening edhe në palestrën e tyre, plus do të kenë edhe konviktin ku kanë me banu. Do të ndërtohen 4 qerdhe, një në Zahaq, një në Lugët Baranit, një në Kristallet dhe një në Novosill, dhe bojmë shpërndarjen e qerdheve. Deponia në Sverk do të mbyllet, komuna ka do në këtë krizë dhe në këtë si 3 milion euro në buxhet jonë parapame për me mbyllë deponinë në Sverk. Impianti në Leshan për trajtimin e ujrave zeza do të ndërtohet, një pjesë e Vitomericës do të lidhet në kanalizimin e qytetit dhe të shkon në impiant, pjesa tjetër duhet me mbet me u trajtu me impiantin në Trstenik. Do të ndërtohen 60 km rrugë në qytet dhe fshatra, 10 km rrugë në zonën industriale në Zahaq dhe në Brestovik. Kemi fillu me 2 km e 200 metra ku është kanalizimi, uji, rryma edhe këto sende tjera. Do të shtohen 5 dhe një 4.000 trupa ndriçues që me mujt me pas rreth 30.000 trupa që ndriçues, edhe ashtu qyteti më i ndriçuar, edhe pse dikush e vestern po çfarë ka zemër edhe në realitet njeri. Me pas replikë po kryetar. Falenderoj për shkak të kohës, besoj që është shumë e rëndësishme, janë fiks premtimet e para 12 vjetëve. Do të thonë në 2013 e ka premtuar impiantin në Leshan, impiantin Trstenik, qerdhe të reja, palestrën Zahaq, asnjë s'e ka bërë. Asnjë s'e ka bërë. Unë si zëvendës ministër i arsimit, për 3 vite e gjys, i kemi ndarë ka 18 milion euro për ndërtimin e qerdheve të reja, edhe kryetari nuk ka pas gatishmërinë edhe vullnetin, më ardh me një kërkesë të veçantë, edhe me nda pllasin edhe me u pajis me leje. Shkollën e ki ndalë fillore në shkollën ekonomike, se ki do të mbaru. Qerdhen e kom baru une, se kom marrëveshjen, që e kom pas me Qeverin Haradinaj. A janë me në shku marrëveshjen? Po, me që kom marrëveshjen në Qeverin Haradinaj. Nuk mundesh paradite, nuk mundesh, veç kryetar, veç qëtëso. Shkollën e ki një shkollën ekonomike. Menagjaj emocionin, menagjaj, qëtëso. A ki një shkollën ekonomike. Qëtëso, aje qëtëso. Ti, paradite nuk mundesh me qujt qeverin Kurti, qeveria e Miloševićit, e ngjashme me veprime, e pas vite me to. Nuk mundet me konti kundër qytetarëve të komunës 5 në sonë të konti diçka. Nuk mundet me konti personale. Absolutisht s'është personale. Ju e keni kthy punën personale, po jo është ndaj PES. Po kretë komunave që si menaxhoni ju. Kjo është absolutisht e pavërtet. Absolutisht e pavërtet. Kështu që zoti Berisha. Qëto projekte janë ka përmendën që disa mandate. Janë përmendën edhe disa projekte shumë të mëdha që tash nuk po përmenden më. Pasi që është harxhu forma e mashtrimit qytetarëve me disa projekte që janë fituar disa arzillit. E kem përmend Boren që kush e disa vjet. Çka s'kem bërë për to? Çka s'kem bërë për to? Kur s'është realizuar? Janë fitu zgjedhje me to. Asë njerë së po ngarë Borea, asë njerë së po përmend për gara. Në çdo fushat Borea është përmend. Nuk o përmend asë një fushat. E ka përmend kundërshtar Ta konsumon kohën e ti. Është përmend gjithmonë stadioni i qytetit. Stadioni i qytetit. Janë përmend disa palestra sportive. Stadioni i qytetit nuk o përmend kur. Që disa mandate. Palestra sportive në për lokalitetet ndryshme. A din kur kanë fillu? Kanë fillu
që 10-12 vjetë. Kur së përfundoj. Se gjithmonë këtu, këtë qeverisje, nisën projekte Vi me ne, jo është për Borea, po më intereson edhe raporti me qeveri, përse u përmend disa herë, pra, se ku është pengesa, a pengesë komuna, a është pengesë qeveria, vetëm ta konsumon kohën e saj. Potencu edhe në debatet e kalume, po ripotencoj edhe sonte që nuk mundet as kryetarin aktual, zotin Muhaxheri, e as në këtë rast zëvendës ministrin e arsimit, me ndalu ose me pengu njëri tjetrin me i sjell investimet në pej. Kreç që ka mungu, ndërsa ka mungu bashkëpunimi edhe inatet politike ndaj njëri tjetrit. Ka mungu kërkesa kryetare, edhe ti si drejtorish urbanizmit do të është një bashku kryetare me bu kërkesën, mjetet kanë shku suficit. Vetëm ta përfundoj. Se thashë edhe ma herët ka fillu vish me marrë turp në qëfar debati jom të marrë pjesë, qytetarët e pjesë nuk e meritojnë me të dëgju të fy. Ishdash me torë turp qëfar qeverisje je. Nuk është tipi jam e me... Që 12 vjetë bashkë qeverisë, ishdash me torë turp. Une nuk e di që shmundesh me folë për qerë dhe treja edhe për një arsim si zëvendës ministri arsimit, kur shumira veç pak, se nuk jam nivelli joti i debatit, kështu që shumica me mira fëmijët kanë betë ty po subvencione, po libra, po t'holla. Edhe në debatin e kalum kur tash që fëmijët e mi kanë betë pa i marrë ndoshta t'hollat se pingarkesës madhe, edhe nëse i kanë marrë ato t'holla nuk ju kanë dalë, e po pikërisht për këto du me dalë. Debatin e kalum ke thonë në prezencë disa dëshmitarëve që ti s'ke pas nevojë me apliku se i ki pare ballë. Kështu që përdu me të pyet publikisht ku e din te, unë ty nuk një personalisht Tauland, as nuk ka përmendja, as ti mu që... E di që 80 euro për një drejtor komunal, për dikon që ka shumë biznese, nuk i shkon problem. Ku janë ato biznese? Ku janë ato biznese që i ka? Librat, na i kemi pas kështu tash pas përdojme, me kalu në zemrën e qeverisë, po është në cilë më këthy të Borea, po për vish për tekstin. Na i kemi subvencionu si qeveri kësaj radhe tekstër shkollore për klasës parë dhe në klasën e 5, për klasës 6 dhe në klasën e 9. Qështjen për cilën pra e ngritë disa herë. Jo për Borea. Jo për Borea, duhet për Borea, jo. Raport si më në hubi Borea. E këthejme që raport të qeverisë, vishë është në qeverisë. Une nuk e përfundova, mjë shumë keq. Nuk e përfundova se ky sot i ke vendi, hapi ta shtem tjetër dhe tim personale. Kështu që hapi tem aktuale. Derisa hap tem personale, kisha pas qef me qu deri në fund, edhe me tregu ti mu. Unë e pyeta për libra. Librat nuk janë personale, ti ke qenë zëvendës ministri i na i jemi këtu për qeveri, jemi për komunën e 5 të folë. Ti si drejtorish e urbanizmit se s'ke ndiku në... Je të po digresione analogike. Nuk jetu dëgju, ma ne nuk pe ki përceptimin tru edhe fjali, nuk pe ki përceptimin... Kem të folë për bashkëpunimin në komunës edhe qeverisë. Në minut, zoti Muhaxheri, pastaj ju të raporti i qeverisë me komunën. Të Borea do nuk thuj pa tjetën, e vërteta Borea. Mas pare, të shpjegoj doktorit, për palestrat e sportit, se është mirë me ditë. E konvertu doktor palestrën e sportit në Baran. Plus edhe fushën e futbolit në Baran. Në lidhjet prizërenit. Na përgjatë. Digo. Unë i kom dimru 11 sallat sportit. Ti s'ki bo kur një sallë. 6 vjetë kur do s'ki bo. Jo, ajo është organizat, jo qeveritare, e që aty dush me kuptu. Që ti e konkretare dush me kuptu. Ekipet të jonë organizata jo qeveritare. Unë e si mbaj klubet. Aty është organizata jo qeveritare, që ta mbaj futbol. Dhe më thonë, i ka ndërhyn, kështu që ta vazhdojnë se ti Muhaxheri fjallën. Dhe më thonë, veç s'podojnë me kuptu, veç ato është problemi të këta njerës. 11 sallat edukatës fizike që njerës të i shojnë, thmija shkojnë për ditë në to, edhe prind të i shojnë. Për që ato jo votu 47, 51, 62. Sallat edukatës fizike në prezërenit është për tubime elektoral, nuk është për... Oke, të është unë e dasha me shëru një qështë që lidhet me problemet mes komuna dhe nivellit qëndror. Ju këtë qëndru, pra se jemi një kryetar edhe një zëvendës ministër të arsimit që konkurron në një gojë për këtë orë. Njerit për marës nuk i bjerë asë. Jo për shtatë. 5 vjetë s'ka investu asë një cent rrugën pej kuqisht. është ardhë ky me kryeministrin edhe në pas 5 vjetëve ka thotë kanë me investu 15 milion euro. A o ma mare se kjo punë. 5 vjetë s'ka investu kur qo, asë mbirëbajtjet kësaj rrugës, asë një investim se ka bo, edhe në pas 5 vjetëve thotë kom investu 15 milion euro. Kjo që ka thotë kryetari është plotësisht e pavërtet. 1.7 milion euro janë shpenzu për sanimin e rrugës pej kuqisht Qakor, edhe është të bo projekti i fizibilitetit, 15 dhe 20 milion euro edhe hapit rruga pej kuqisht Qakor. Pra, kjo që ka full është krejt,
është mendu që është kandidat për kryetar Prishtinës, ju ka dhënë qytetarëve të Prishtinës, ata jetojnë te 8 miliardë euro. Peja, fillimisht, Pejen e ke bu me Park Nacional edhe ke insistu për me bu Park Nacional atje i ke marrë qatë banor të rrugovës, shumë mirë që ata po ta kallëzojnë vendin shumë mirë atje. Është po 12-ën. Ti e ke në shkru, ti e ke në shkru, ti e ke në shkru. 2012-ën edhe komuna në shpo Park Nacional, Ministria ka shpo, po që një nuk mundet me ta përmisu ty ata. Jo, as se përmisu kërkush, as ty s'ka shanë me të përmisu kërkush, se je mbet në analit historisë me të pavërteta, edhe me mjekull që ke shpërndat qytet Jebosi, do të kishotin ljuh me Mulliterës. U bune horë qytet, u bune horë qytet. Jemi të full, sa Gjopangjë ti din asfalt e beton në barë për kur gjës derit. Nëse ka mundësi për Borea. Për Borea. Jo, tash ta merë, o që të Borean s'kina me dollë, për qëtu i të Saru. Do me dollë, garantoj. është keq kur diskutohet për diçka, edhe mundohet me u spekulu gjithë shka. Jo. Spekulimo me thonë që kom po parkin nacional kur ato e po qeveria. Qështë e kemë situatën nasë sot me biznese në rrugë. Pa nuk mundet më qarkullu për atje. Po, se s'ka investu qeveria 5 vjetë. Ja gjujnë rrugë nacionale apo komunale? Rrugë nacionale s'ka investu 5 vjetë. Rrugë nacionale është... Projekti që ja kom po 1.200.000 euro e kanë anullu. Kur nuk do të monuash, do të me këqyrë kush e ka përgjithsi. Do të me këqyrë me regullu këtë qështë vëlla. Do të me bashkëpunu. Do të me bashkëpunu në dobi të ati projekti. Aj projekt o gjyna që shumet. Apo të përdohme edhe ty që projekt o mbet për gjyna rruga pej kuqisht. Edhe ka më bua, 1.7 milion euro ndome, edhe projekti vizibilitetit 5 vjetë. Atë kanë pengu që More s'ka investu as një cent, as rrugën e tranzitit. 1.7 milion euro. Nuk i keni do parcelat për shkollat që kanë pas në armë qerë. Jo, bërë edhe për qerë dhe i kanë do me parcelat, po s'kanë bo jesh. A mundi për një minut me nasaru çështjen e raportit tuj me shkolla në oborin e shkollës ekonomike, në qeverin Haradinaj, do më thonë kemë bo marveshje, i bjen para pandemis, para asë, me u ndërtu një qerdhe edhe një shkollë. Qerdhen e ka të ndëru komuna, shkollën ministria. Jo në këta në pushtet, dyjat jo në anullu. Më thonë edhe qerdhe edhe shkolla nuk ka vazhdu mu punu. Në bas 2 vjetëve e kemë ripërtri kontratën për me ndërtu qerdhen. Me cëllën qeveri? Me Arbrije Nagovci. A ministra e Arbrije? Ministra e Arbrije, është me të kacu që aty, a mundu me fillu... E shkollën që kemë baruti, 5 vjetë o shkolla s'ka nisë, që tash e keni nisë, e keni ndru projektin e shkollës. Jo, halet s'ke nisë me pasu o vjetë. Njerë po tu se keni bo qerën, të nëse keni bo shkollën, të ne keni bo qerën dhe keni bo shkollën. Ato mundësive që to. Na, gjdo vit e kemi nda ka 18 milion euro për ndërtimin e qerën. Bez propagandë. Edhe kryetar. Bez propagandë keni bërë. Kur gjo s'keni bërë. Ti si pas rrugën me investu se keni investu. Traditet që keni investu. Me rrujt po veç për raportën e qeverisë është shumë e rëndësishme. Po pra, për dëgjoj pastaj... Okej, që lutem dëgjom. Kryetari i komunës i ka pas çdo vit të ndodhe për Ministrisë së Arsimit ka 18 milion euro për ndërtimin e qerrave. Ka pas me na pajis me leje edhe me lokacion. I ka 11 e-maila në e-mailin e tij, nuk e di a din me hap apo mund të me hap e-mailin. Në e-mail stafit vetë mundë me i thonë me pa kërkesën e Ministrisë së Arsimit. 3 herë kom dalë unë në konferencë për shtyp edhe kom ftu kryetarët e komunave për me na pajis me leje edhe me fillu ndërtimin e qerrëve. Shumë mjete kanë shku në suficit për shkak të mosgatishmërisë dhe për shkak të frikës se kryetari që mos po vjen Albin Kurti, që ka asur me Severinë Miloševićin, edhe e ka frikën që vjen me i prej shiritat. Edhe problemi i këtij kryetarit është se para dite është nën kryetari LDK-s edhe e shan qeverinë, e pas dite
ankohet në qeveri që s'ka investime. Nuk bën kërkesa, nuk vjen. Jo, ka të bëj. Shumë ka... Pse, apo kesh me që do? Po kesh me që do? Apo kesh me që do? Po që të raport personal, po jo, po kjo shkretari kjo ka qenë kretari imi, edhe mbike kesh, kur shkojsha në qeveri edhe kretari im, e krason qeverin e Albin Kurtit me qeverin e Miloševićit për ndërhyrën veri. Kretë për e atin kur shkjeti edhe kërë ekipo. Edhe kërë me kokë i qeverisht. Kretë që akimi t'ikin njërë, pitonet për vjetrës e derin druhet shkolla kimi njërë. Tot për e atë gjojnë. Mundet me të ndru biografin në publik. Po jo aty, kretë. Po të njojnë ty. Po të njojnë ty. Ty të njojnë kretë për e. 15 vjetë njojnë. Gjojnë edhe ty. Për 12 vjetë, unë si më konë asë njerë. Fillimisht, une, Leo, nuk e kam ndoshta zonin e burrave, po jom në një tryez ku po respektohet veç fjala e burrave. Nuk e di a duhet me vërtit, a duhet mu qu me liru krejt, përshë që gratë nuk po respektohen. E ndoshta talent, është koha jeme këti që të lutem, respektohet deri në fund, ose po bërtas edhe une, ndoshta qashtu duna mu dëgju. Kur duhet një femër në vitin 2025 me luftu për fjallin dhe mendimin e lirë, para me ndosa duhet me luftu në shoqëri. Po t'jabi plotësisht drejt, po mos me lefojnë mu... Jo, jom të folë me kundër kandidatët. Edhe njerë nuk kemi ardhë na me ndëgju historitë të njëri tjetrit. Për histori, mund është me ftu kryetarin aktual zotin Muhaxheri, me pi kafe dhe me tregu historinë e njëri tjetrit. E dyta, sa për biznese private, që më akuzove, Egnatja ka qenë biznesi yt që është mbyllur në 2022 dhe ke marrë tender publik me ta. Unë nuk kam biznese private e asnjëherë në tendere publike nuk kam marrë pjesë. Pikë se pari e ofendove një nan me 3 fëmijë, ku the ti s'ke pas nevojë as me apliku për subvencione, ku shkok në unë që s'kom nevojë. Dhe shta përfundoj. Edhe e dyta që disa herë jetu e përmend që mosha e tretë, mosha e kryetarit Muhaxheri, jo pse po du me mbrojt, po është në moshën e nanës time. Është në moshën e nanës time, ti nuk din me hap emailën dhe nuk din me përdor teknologjinë. Jetu e ofendu komplet një gjenerat të kësaj moshe e qytetarët e pjesë duhet me dënu. Të moshuari duhet me dënu edhe ta ulat ribrekomat, nëse jetu me ndu që e ke fitore në apër rikomat mësu panikavë. E mirë që të din që e kemi fitore në apër. Rikomat, ani rikomat, nuk i nevoj mu panikavë. Për këta dhe e kem qytetin ku e kem. Udhëheqet me inate, udhëheqet me kapricje, udhëheqet pa vizion, edhe gjithmonë në dështime akuzohet dikush. Gjithmonë, çdo projekt, pejs që ka dështu diçka, dikush o duft me u gjetë fajtor. Gjitha projektet. Ku ka ngecje, po fajtor o ky, ose fajtor aj, ose fajtor ky. Nuk ka fajtor. Je kryetari i komunës. Asnjë projekt s'mundet për ta nalë kush. Kur ki të drejt. Ty projektet ti nalë ligji.